Brave, 3 gra. Të jeton me 3 gra. Të 3, 1, 2, 3. Si jeni? E madhja jeti? Si e? Mirë, ti? Mirë, ti ke qenë e para e ti? E para. E dyta kush është? Atje brenda janë. Kush të do më shumë nga ato? E reja, kjo, e reja. Ajo po është e fundit a? E kam të madhe me mra në krevat, më shri krevati. Vetë ke qenë në një Londër? Ja, Sa? as kam qirë që koj. Sa? Pse ti jemi me qarë në Londër, ma mirë punoj të shpia vetë. Sa të shishta vetë s'ka bjeshkë. Fusha ka ngell pa kosit me. S'ka njerë, s'ka bakti me angër barin. Keq janë turë mas gurbetit, nuk është gjithka... Po kjo është e keqe, më. Nuk është vetëm gurbet, gurbet është edhe këtu me punu. E nxerë 2 lekë, shkon të shpia të fmit e vetë. Kam 3 gra. Mirë kja. O, ti do të takon me 3 gra, ti do shiko që kam 3 gra, s'kam. Hajde. Kam ardhur të të pajtimi. Po, pajtim beki. Brave, 3 gra. Të jeton me 3 gra. Të 3, 1, 2, 3. Si jeni? E madhja jeti? Si e? Mirë, ti? Mirë, ti ke qenë e para e ti? E para. E dyta kush është? Atje brenda janë. Ato akoma flenë se janë të reja. Lediona! Si e? Aj mirë, Mirë. me shnet. Mirë, falenderit. Sa fanë se kam qene Oh, falenderit. Ti, Falenderit. Kam respekt. Ja. Ne ty jena ty të pa në televizor, më shumë. Edhe klikim me ty. O, qa keni bërë kështu më? Po kemi pise, kemi fituar. Ashtu, a? Kemi fitu. Aha. Një puro do të ndedhish, puro s'ke pikur. Pura? Po. Pime? A me zostani të ne? Qara ki do pish, birë ka du. Qa do pish tash? Raki thane, ka? Unë shkam raki kështu, thane, do të provojsh një. Qëma raki? Be një teke, një gotë. Një gotë, o grupi, se ushrova të 3. Në të nxerë jashtë, nuk njojnë. Kus të do më shumë nga ato? E reja, kjo, e reja. Ajo po është e fundit, a? E kam të madhe me mra në krevat, më shri krevati, këto krevatet. Jo, bire. E kam gruën më të fort, 118 kile. Unë jam më i dobët. Qonje? Unë jam 87 kile. Po si a bërë më bërë? Po shi të tregoj më motër të tregoj. Unë e punoj. Kur bin krevat, që gruja bën punë të shpia. Edhe kur e fut kamën këtu, 2 javë nuk mund të shkeli kamën. Mos me prek me dorë. Jo, themo. I kam qep unë femrat. Edhe gruja si ka, për femrat desjo. Po e kam burin gjeloz më? Po jo më, unë gruan e kam gjeloz. E ke gjeloz? Kush është gjeloze më shumë nga ato? Gruja. Gruja e pare e fundit jam une.
Tjetër s'ka këtu në shtëpi. Po zoti më. Shtëpi s'ka tjetër, qose ka shtëpia larg se dim. Unë dje kam parë me njërin aty. Po mirë, Me dy, për me një, Ajo është kaluar. mis e qarë. dash po. Edhe tash do him në përputu. Do futesh për puthe? Po, kismet, po, Të të futun atje direkt? Ullet mu, që në është me punë? Si e do gruan? Si e pëlqen femra? Femra, Po, a ka mundësi ju? Po pyes shoni. pajtimin, pastaj ju vale, pyes si do jam ju. merakli për femra shumë. Merakli. Po. Si i pëlqen? I përqe ato si janë Japone, kështu, më të hova, më të vogla, se kështu ato më të hova, bjom dhe kështu, më të thjesht. Po një sekond, më lirë tani ta Legionat në pyes. Edhe një herë. Gruti përqe më të hova, Okej. kështu Japone, kështu dalin, po, elegante. Ta vërtitesh si do t'ja. Po, ashtu. Po kështu. Me gjoks? Ah. Jo, si do me gjoks ma, se e kam grunë me gjoks madhe. Po, E du më, bitat që jo më të vogla i kam, t'i kapi. Dhe na përshrizi, hatë kam të ndë të tregoj, hatë kam të ndë të poli unë e drejtë. Edhe pajtim. Më popullor që me balkon. Do shkojmë kam blektori, mire me blektori. Do shkojmë atje. Po, pa tjetër. Kam 250 kokdele. Kam 15 qenë, 15 qenë. po. Kam kalin e vrapit, marri pjesë në opoj. Kam kupa në opoj, 2. 2 këtu, 4, tash e kam ble kalin në Angli, me pashaportë. Sa e ke bler? Unë e kam ble 16.000 euro kalin, kartë e shpia. Mos më thoj që ishte ai me të kuqa? Jo, ai i ziu, me Shqipon, se jam Ai që shqiptar. fitoi. Po, unë jam. Pse s'e pash Po aty? unë nuk erdha, se më ka vdek nana edhe s'kam dalë. Okej, në rregull. Tani që të mos i merrni të gjitha këto gjëra seriozisht, se një grua e ka edhe e ka si rrush. Po. Shumë të mirë e ka. Dhe mua kjo më pëlqen këtu sepse që kur kam ardhur dje, njerëzit janë, domethënë jeni shumë social, jeni të dashur Po, edhe i thoni gjërat me humor edhe nuk i merrni me keq. Vetëm gratë na i mbajnë paret, na japin shumë. Shumë mirë ja bëjnë, se Jo, ti dukesh që ti shko, po pse më të shkosh ti harxhosh me paret me Po do shkosh me pare, do shkosh një femër në hotel do ta Po kapi. gjej një emër që të paguaj ajo. Po natyrë mor burça hotel. Po ajo pa lek nuk vjen. Natyrë. Po nuk vjen do lek ajo. Po t'ja je gjithë ky burr. Jo, po lek do ajo. Do leka? Po. Si varjojnë lekët kështu? 100 euro, do të japi, do ta marr. Një xhiro me kale. Po, një Mbaro xhiro. punë. Të pëlqej aktiviteti sot. Shumë bukur, jam. Kali të pëlqeu? Po. Do shkojmë edhe që dele. Do shkojmë tek Po deri. verës të kam dhënë dhafin edhe më ke dhënë dhafin. Verës do marrë shtafin, një kinj, do ta pjekim, do ta hajmë, kur milen delet ku bëhet djathi Atë do vish. dua, po. Po, bjesh, me pa aty. Okej. Aty është natyr. Sa Red Bull pi në ditë? Unë e dërim 10-20. Rakin nuk e pi. Jo, alkool s'pi fare. E kam takuar dje, rastësisht po i vësë. E kam takuar dje tek lokali po, kafe Kadri i Bala. lagjes, në darkë, ku po përgatiteshin për festën dhe tha, unë pita 10 Red Bull, ndërkohë që kam kaq dele, kam Po. kaq qenë dhe unë normalisht e dua shumë njerëz që punojnë dhe sidomos kur janë të fokusuar te blegtoria. Bravo të qofë njërë për njeriu që je, që bën humor edhe... Faleminderit. A mërzitesh ndonjëherë pajtim thuaj? Si? Mërzitesh ndonjëherë? Ja. Nuk gruaja për çfarë të mërzit? Asnjëherë. A di kur mërzitet buri? Kur s'ka lekë të shtëpia, fukara dhe ka tere për lajt me gruan. Kur i kam kushtet normal, unë pasha i kthej kokën, se qaj kokën. 2 kam. Më kanë thënë nga 100.000 lekë në ditë me shpendu. Unë marri 50.000 euro në mua, në vit. Për deleve. Bravo të qoftë. Plus gjatë, plus që elhamdulillah më ngjojnë. Bravo të qoftë. Unë kam 2 makina vetëm bredhi. Ku i ke fëmijët? Fëmijët i kam në Londër. 2. Vetë ke qenë në një Londër? Ja. Sa? As kam qift shkoj. Sa? Pse ti jemi me qarë në Londër, më mirë punoj të shtëpia vetë. Nuk shkoj Londran. Më thirin fëmijët, unë edhe shkoj edhe me vizë. I kam me shtet delet, me ketë me certifikat, vizën e marri. Po pse edhe dele do marrësh ti në Londër? Se duhet kesh kushtet me shku me marrë. Ne, unë nuk shkoj në Londër. Unë e këtu e kam Londër. Londër në alhamdulillah prej Zotit. Ma mirë këtu fitoj. Po dim se ke thënë këtë gjë që çfarë do bëni? Po dim moj motër tani, qofse e çoban nuk me rast ta. Qofse e ke djalin këtu sa merr kërkush për nuse. Se zin me fshi, ato dojnë telefona iPhone, thonë që puna jote. Unë si kam të gjatë. Jo, gjata me lule, edhe nuk dun të delera. Cigare? Po cigare, edhe delen zonë erën e deles me njo. Erën e deles jo, parfum, hotel, në plajë. Tek hoteli e ke mendjen mor Po burr. ato mor tani. Do bëjnë qef mos e trinja. Po ne as bëjnë që me të gratë të shtëpia ose në san, bjesh, lule, hajrë pasër.
më mirë në Bjeshtë se sa në natyrë se sa në hotel. Ashtu, a? Po, në Durrës, mi shkojnë, aty në Ku Bjeshtë. ndryshon? Më mirë në Shqiptave të. Jo, si është në Bjeshtë? Ma mirë e ke. Provoj, din në Bjeshtë, mere fejumin e din në Bjeshtë. Kam. Ta gjejuni. Ta gjejuni. Djalin ke si vetja, sepse kur më solli me makinë ta ma hajde tha se flas unë Allegro shkojmë jam, atje, Allegro bravo, jam. për Allegrin që keni në familje. Po. Nuk ka gjë më të bukur kur keni këtë shkuarje, kupton? A di kush gatroj Pukaralla? Jo buk. Po, Ka që qenë një putë gurbeqi, të tregoj një histori motra. Më trego. Ka qenë një gurbeqi 6 vjeçkar të shtëpia. Po mbaj, ha? Po mos e fut në Do televizor. i fusim qita. Po futi që A, taj mos kokën. s'na intereson. Edhe ka buri flasin ato gra. s'është takuar me gruan fare, edhe buri shqyqisi do takuet me gruan. Po Pukaralla që ka ra në krevat, edhe gruja ka fillu me e prek gruan edhe i ka thënë gruja, burë s'ke na buk. Ku drejt që e gjetën në këtë moment me më dhënë s'ke buk, e buri e këtheu shpinën. Psikologjike është ajo? Kjo është garant. I lashi, edhe buri ma unë është nda. Ja, shi qa bën varfëria? Varfëria. Së shkon mendja për asgjë. Ja. A do ikim nga tufa? Pa. Do ikim. Ajde më thuaj dy fjalë, se që në kezoj shumë e mirë. Hajde, foli. Hajde. Foli që do martojmë prap. Foli. Mbajmë dhafin e. Së dëgjën vëllaja? Nuk gjonë, i ka arë nana tani se unë s'kam nana, gjonë, hajde kuptan. Me u labdru para nana se ka, hajde. Që si bën? Hajde mu fol dy dhafi, ta shka nana. Dy fjalë, dy pyetje të bëj, Dy hajde. pyetje ka me të bëj. Si e kalon me burin pyet, a të konë bash femna me pyetje. Po s'më vjen më. Hajde më këtu. Nuk dëgjohet fjala Hajde më shikojnë, hajde më lov dhe. Po ku? Dy fjalë kam. Jo, po jo, në televizorun e s'do. Po dy pyetje më tani prit. Po jo, po më bërtasi fëmit, jo. Jo. Po ashtu ai atje se të përtasin. Hajde më ti ke burin fëmit. Mi do marrin nusën e vetë. Se këtu të shatit nuk dalin. Po pse merresh, pse ç'u duhet çato të shati? Jeto për veten, jeto për burrin. Po. Gjitha të burr që ka. Tani një pyetje, si e ke njohur zotrin? Rrugës. Si rrugën? Kam qenë darë, së vetëm kam marrë. Ka marrë ka rëmbyer? Po, Ti ke planuar? po kur të rëmbej djali qa do bësh? Je lumtur me atë? Shumë. Po, kështu me gra tjera shkon? Kush jo? Po pse thot shkoj me gra tjera? Atë prallë. Je shumë e mirë, nuk duhet të vënë sikletë të pyes më shumë. Pajtima, do shkojmë tek stani, atje ku ka gjithë atë pasurinë e vetë dhe unë vdes për këto gjëra, kështu që bëm mllafe këtu. Ke pirakin hiqam. Frikun. Te stanin e kam afër. Do me filmu edhe stanin. Po. Do ta filmojmë edhe stanin. Të gjitha. Edhe tufën e deleve. Të gjitha. Që alash kam dalë në bjeshtë. Kam të Okej. ardhi. Hajde ikim. Miru pafshim. Me na qesh njerës. Për zotin fjalët më të mira do të them dhe jeni shumë të mirë. E takove Vjerën, a? Vjera? Jo, nana. Nana. Miru pafshim. Pafshim. E kalofsh mirë. Në. Si ja? Me shëndet. E fort. Ashtu, se plak. Mbaj veten. Unë mbaj pa, ai si nuk më mban. Sa? 84 vjeçe. Nuk je shumë. Është nana e 7 fëmijëve, 6 vajza e 1 djalë. Ju nësi mirë. a e një mirë. Shumë mirë. A lodheni. Nuk lodhemi. Ne punë, si kalon. Punë me bollok. Ka shpia. Shumë mirë shoqëri Do një zotit. fëmija. Po. Ka. E kam si kukull. Si vjetë, edhe vjetë si kukull. A, faleminderit. Të kesh shëndet dhe fëmijët me jetë. Faleminderit edhe Ditë ti mira. për të mbarë dhe suksese. Faleminderit. Shëndet. Këtu jetoj unë, kasove. Ka sollet bukur ke mërë burr. 50.000 euro the i fitoj vetëm nga delet, kështu që më suan ko. Jo, për lek. Se mos të bëhet xheloze zonja që ka. Hajde më shi. Hajde ta më ke dhënë vafin, kur qesh më e lish, unë Do të vi. paguaj edhe ditën e këtë rrugë. Jo, zën paguash asnjë gjë. Shkoj në pjeshk. Se na ke lënë pa gjumë. Okej. Do shkojmë në Bjeshk. Në Bjeshk kur të vim për qefin ton. A na merr këtë? Në maj tani, nesër unë delet i nisi për në pjeshk. Nesër. Nesër kismet, me izin zotit. Okej. Kur zbresi me 40 orë. 40 orë. Këtë janë tur njerëzit për në gurbet. Po. Kam dy quna në gurbet. Kjo është nipi. Në gurbet punon në Angli. Unë, sa të më shfridzoj anglezi, më mirë
rri në shtëpitë vet, ato 2 lek i fitoj vet. I fitoj 2 lek vet. Edhe je në vendit tënd? Po, në vendin tënd. Guri peshon në vend të vet. Beri qatërsen, bëj rreth 10 kuntal djath. Wow. Djathin e bëj me porosi. Keq këto niprat. Qa janë për në Angli, e bon nga 50-30 kg i marin për në shtëpi për në Angli. Djathin e shesi 10.000 lek, kilën e djathit. E shesi 10.000 lek kilën e djathit. 10.000 lek kilën e djathit. 13.000 lek është kinji, mishi kinjit. Shumë lirë më duket, se andej ne i marim shtrenjtë. Po, në Tiranë mirë po s'merr një bio, nuk merr bjeshkës bio, e merr të Brazilit. Bëjnë edhe dasma në kukës, po ketë mish Brazilja hajnë. Nuk ka mish. Po djembe ju ke thënë që rrini këtu, Unë kam një djalë kam qu 12 vjeç në Angli ka shku. Çfarë pune bën atë? Ai është firmë ndërtimi. Tjetri është me një kushëri, edhe ai firmë ndërtimi, po më shumë ka pasion, më pyet çdo ditë, çdo natë, a ka pjellë kjo dele si I ke bab. I ka qef. Po, nuk është lodhja me delet e veta kur, sa lodhështë në Angli. Po, edhe në ndërtim. Po, në ndërtim. Edhe çfarë thot? Do vi këtu. Shumë mirë. Do vi këtu. Do bëjmë një start të madhe, nëse na ndihmon pak shteti, edhe mos me na ndihmu, do bëjmë, ja ku I kam stanin atje, afër, e kam. Do bëjmë këtu, toka jeme është, me letra me ketja këtu sipër, këtu do bëjmë një start. Delet I kam këtu, do marim delet pak, edhe do shkojmë në Testani. Po, ja dhe Qobani, pyte edhe Qobanin si ja kalon. Sa lek e paguam? 500.000 lek. Nga është? Nga Oreshka. Ku bi Oreshka? Oreshka, këtu, në bashkështa vetit, po. Do që I kam qëllu me kanë pjetë për zdyti, një dore kam shit, po, deri qatë përsin. Ku ishet më shumë? Kam në fshat, më mirë në fshat, nuk ishe si këtu trektarve, në fshat. Sa bukur më përë. I kam qetë delet, mirë I kam. Dalim për këti dhoqit. Po ku ka gjë më të bukur se kjo? Nga e këtë Qobani? Oreshk. Po e pëta harova, se tash në të trova ma ta. Adhe të kam qetë gazetarë ndaj, hajde. Do shbresim do bësh do një video, këtu ajo? Po, pajtim, të dy bashkë. Po. Hajde. Brita apit. Nuk kapet nga jashtë. Qëfar ju ke vetë? Sa të bukra këto që ju ke varë? Ruze. Ruze. Ruze të varë. Shumë të bukra. Ai djali si punon në Angli ka qenë merakli, den baba den me dele. I porosit në Macedoni këto, edhe I sjevin qëtë. Edhe ja vendosë? Po delet I kam I mbaj për qëtë. Si je? A je lodhur? Jo, pak. Pak. Tregoj nga e si je, do me afu qëta. A do aparatin? Aparatin, a e do? Prit. Prit, be. Prit. Prit, sa vice je, tregoj, fol, drejt. Sa ko ke që punon këtu me delet? 15 vjetë. 15 vjetë, a është e lodhshme? Jo, për mua am gëna, am im li për mama, për isha me. Am me ra shumë për gëna. Je merakli? Po, shumë. E preferoj, ma mirë. Të rish këtu? Se sa me jashtë. Bravo. Me punonën I mlosh. S'ke menduar asnjëherë ti kësh jashtë? Jo, jam me rrogën je I kënaqur? Shumë, me rrogën am. Po me ushimin? Shumë, am shumë mirë am. Çfarë ke me veta? Ja, të gjitha bio I ke për bio janë. Bravo, hajde, se nuk duaj që ta, se duke që ka emociona. Tufën a do ta marrish pa? Po do futemi te këtufa. Pritani, po qenë ku I ke? Ku janë be apë? Si keni shumë, kena qenë sot nga trum me kua. Isa I bukur ki bardi, po se mos në hanë. Sa t'ishe me total o pajtim, sa dele? 5.000 qenë, 250 dele kam. 250? 250 dele dhe 15 qenë. Po bravo të qopë për zotit. Sa qingja ka? Kam dele edhe me 3 qingja. Ashtu, a? Tani kam pjetë do për dyti, do I kam një 50 sa, prap kam pjetë për dyti. Hajde futemi këtu tek dele. Qingjat e para I kam lanë. Këto I kam desht, qingjat vjeqme, I mbaj për desht.
Për zotin s'ka gjë më të bukur, po e keni dhe shumë Jo, natyrë të bukur. Si qa janë këto? Shati shishtave s'ka bjeshkë. Fusha ka ngel pa kositme. S'ka njerë, s'ka bakti me angër barin. Keq janë turp mas gurbetit. Nuk është Po kjo është e keqe, më. Nuk është vetëm gurbet, gurbet është edhe këtu me punu. E nxjerr 2 lekë, shkon të shtëpia të fëmijët e vet, është gurbeti këtu. Një në vendin tënd, e ke shpirtin plot. Po. Kur do të ketë bi bujrum, ka një adha një sen, 1 milion, 2 milion ja jep. Anglezit ta pin palcën. I kam 2 çuna në Angli. Një është 15 vjet në Angli, tjetri është 4. Të dhon lek tani avokatit, a do japim letra, a do japin asen. Edhe me stres edhe me çdo gjë, se ti të paktën E kam pas djali gruan 7 xhane në Angli. Edhe ka pas dështime. Anej. Kur ka shku në spital se s'ka qenë i regjistrum, ka shku me zez. 13.000 pond e kanë gjobit. Pse? Nuk jenë shteti i regjistrum. Bo. Vendi bukur është. Për të zotin qenë ka perl. Shumë bukur. Jo, s'kam qenë. Por qenë ka super vëndi bukur, edhe kënaqem që takova një zotëri si pajtimi. Pyce edhe këto, merë djath, qatë djathi, pyce, qatë djath bën pajtimi. Ku jeton? Në Londër. Sa vite ke anda? 25 vjet. 25 vjet, do me thënë je me letra me gjitha? Po, me letra. Çfarë pune ke bërë? Murator. Punë muratori. Puna me lodhshme si pas mendimit tim. Po qatë punë e kena atje, se puna e lapsit, anglezët e kanë punën e lapsit. E ke menduar që të rikthesh këtu? Njerë për njerë jo. Pse? Çfarë të bëjnë që të mos kthesh? Çfarë natyre ke këtu? E di, po unë fëmijët janë lind andej. Fëmijët i kam andej, janë lindur andej. I kam në universitet. Vajzën e madhe e kam në universitet. Ata nuk kanë qef të kthehen në vend e tyre? S'besoj. Nuk e kanë njerë shumë qef, a di. Janë rritur me Po janë tjetër. rritur me Po besoj që shqipen e flasin perfekt, a? Shqipen e flasin, gjuhën tonë e flasin, se i kena mësu, po puna është ata nuk janë të ambientu me këtu, se nuk kanë jetu këtu. Ti jeton 25 vite në Londër, po bulmetin e gjitha këto i merr te pajtimi, a? Po, te pajtimi. Kështu na doni për këto ju. Po kret bio i kena, kret bio i kena. Po pikërisht pra hajde një jetoni këtu, se shiko sa të bukur e kemi Shqipëri, se na keni ikur të gjithë. Me ves, me pula, fshati. Në Angli u qënë. I merr në Angli gjitha më. Po, me djath, me gjis, me gjalp, me mish. Tani më thuaj diçka. Mishin e therin, ka dhjetori, e terin, edhe na e dërgojnë atje. Kush ndjet më mirë? Ne që jetojmë këtu apo këta? Jo, këtu është më Që mirë. si jeni të zverdhur nga fytyra, jo ne jemi të kuq. Zverdhur. Këtu faktikisht është më mirë. Natyra. Se kur je në vend vet, në shtëpi vet, del mëngjes, ulesh me kushri, me kret, atje s'ka, Ke atje është. njerëz me këtë shifën më çfarë pamje, shiko sa bukur. Ua. Atje është Londra. Ti për zotin ti je rahat. Ti je njeriu më i lumtur në botë, a? Nuk kam hiç. Se vret mendjen hiç. Me policia. A je martuar? Po, i fmi. Bravo ti kesh me jetë. Për zotin aq rahat je, po ka më pamje të bukur se kjo ajri, qetësia. As një smundje nuk kanë kohë të pras një sen. Po patjetër, si do ankohet ai? Jo si ne na dhëm koka, o po më dhëm mesi, o po këtu. Me strese. E di. Jam apo e polan tu. As një As i hapja? Jo. Në Angli është jeta. Po mykëm duke pirë. Po ti ke pirë kokra? Hapje i laca? Sa dush. Po a din si është jeta atje? Do çesh në mëngjes në orën 6. Po. S'ke mundësi me shku me ul kafe, me pi kafe. Hip makinës, të kapish punët, se ka edhe trafik. Ne po se çuam në mëngjes, të pim kafe, të rrim 2 orë atje. Ço maro punën, hip makinës, vrap te shtëpia. Një dush, do ulesh me angër pak buk. Do të gjumi nga vlodhja. Pak me fëmijët nëse ke kohë din me bisedu me to, zën gjumi, iku dita. Iku dita. Imi Roma. Qumash pi. Pi qumësh të dele bio, a? Po, bio mi ime pi. A të lumë të si ke hiqti. Ja, ime. Kënaqe dhe ai kolegu simpatik që kam me mimikat. Ne pim vetëm kafe, ta hapësh barkun tonë kemi kafe, ti e bio i gjiti. Jo amitas. Lëngje. Frutas. Po që do ato? Fanta. Nuk pije ta. Ta gryë së markun, po qumë shtit zë barku. Ja. Qumë shti i blem, po. Hajde te si me mua shkoj. Hajde bëjmë kushecën më poshtë. Hajde.
Hajde. është si kapror. Më pritë se ma bere me hila. Unë nise i pari. Hajde dhe njërë. Qobani e. Hajde dhe njërë, se unë nise i pari. A i qenë ka piks? Për të kap ata që kap javë. Ue. Belici babës. Sa i mirë është, mëre. Qështë, ua! Hajde. Ano. 5 muaj. 5 muaj. 5 muajsh. I ruan, a? Edhe sa i bukur është. Si e ka emrin? Beniq. Beliq. Se është i bardhë. Beliq. Hajde. 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 Shto me ledionën. Hajde. Shumë ndjekim ne. Hajde. Sa të shisa vetë sa donë, për këtë zotë shumë ndjek. Qatë shita vec, e pash, sepse gjithë më kam përshëndetur. Ta dhe mi tani, ne kena respekt. Ne televizorin, ne fuqe kese kena televiziona. Te kujtim Jovani ku kishin ku shkona ne, në Elbasan, nuk marrin, nuk pranen gratë. Ne në shisa vetë, kur do të që të shkojnë, në gjdo shpi të shkosh, bujrum të thënë, shisa vetë. Shumë mikpritës janë, e vërtet, për zote. Unë jam të pa edhe në mision, gjithmonë në qikojnë. Jo, buri, qa është ki mentalitet, buri, a di ku shkon, po se pre Kosove moj, buri, s'ka artim burin me amar. O, buri do më shikoj, po që se s'ka besim buri, të gruja qa jeton. Ne na mirë prit, shati shisha. Për zotin jeni dhe... Vin edhe nga Italia, sen, turist për shemull, rrugës për bjesh, ndalen, kam shpi bujtin për shemull, bujtin, rrin aty, paguin lek, edhe këtu ka jetes, leku qitë lekun. Bravo. Sa mirë ka që i kanë kërë banesat në bujtinë, kjo është super e mirë. Ka. Sepse të ardhura janë këto, e kupton? Edhe shteti na kanë ndihmuar. Ju kanë ndihmuar me Na kanë çfarë? ndihmuar, me 12.000 lekë. Na jep shteti, jo se na kanë ndihmuar, na ka bërë Qirak 12.000 Po lekë. 12.000 lekë pse ja jep? Një paket cigare është 12.000 lekë, për dele, për kokdelesh. Për kokdelesh? Po, 12.000 lekë. Shumë mirë. Shumë Kosova ka, Maqedonia merr më shumë. Patjetër, ka tjera politikë. Këtu na vjen vetëm për politikë motra. Pa. O, do ma japish votën, unë do bëj këtu, nesër nuk njeh. Atë kanë ardhur pajtim? Ja. Ja. Po mirë, me sa pash unë nuk është keq sa veci, Jo, ka shita veci rrugën është këto. keq, jo mirë është. Shumë mirë është. Qa rrugë moj shita veci, per rrugën kur erdha aty në cep qishta vecit. 20 metrë rrugë se kanë bë. Ajo, tek... Jo, motra, jo, se keq shikon, laroja nuk len me angër baloja. Keq për vetër i shikojnë. Një firmë me jep pleqinja asen, rob 20 milion, 10 mbaj, firmos u bë rruga. Për një javë rruga prishet. O ti mos pi me Red Bull se nuk pushon. Jo, pi Red Bull. O ma je pak dorë. O, sot i matë. Je i matë. Sanin aty e kam. Ha, ma e dorën. Shumë fitore. Fitore për Për qatë? kalin. Po. Po, e pe, fitoj. Sa lek fitove? 500 euro. Qam duhen lek, unë kam fitu mbur zemrën. Unë shpenzu, a për lek nuk vuj. Vetëm të fitoj, lek se janë asë një sen. Edhe, e di qa më thonë ata, ma, Lediona, nuk lodhe që shkon, që sa njërës sako ju. Ja. Unë kënaqe me ju, për Lekun zote. sot e ke, nesër Nese se nuk e ke. ke. Po leku i ka Është prish burnia. njerëzit sot. Babën e kam Ku pas ka burni sekretar në biroje qash? unë. Ku ka burni? Janë shumë të pakta ato zona ku ka burni. Në Shishtavec ka. A, nuk flasëm për Shishtavec, po nuk është si që ka qënë. Edhe gryka e qajave kam respekt. Gryka e qajave bujrum gjithmonë të thënë në shpi. Ku është mikpritja më e theksuar në pjesën e veriut? Të vërtetë. Është qaja, Buzmadhe, Shishtavec, Novesej. Jo, nuk po të them vetëm në zonën e Kukësit, në gjithë pjesën veriore. Ku është mikpritja më e theksuar? Shishtavec. Ashtu, a? Jo pse jam unë nga Shishtaveci. Do vishti ose qoj një ekip ku do të shkosh në një shpi, bujrum të thënë. Ta hapin derën. Me njerë, bujrum. Ka fshatra si nuk pranon në shpi. Me që ato që gjinde të shpi. Buke krip, po të të bujrum. Dy fshatrat e para që kam shkuar në Kukës, më kanë dhënë dhe bukën me veta. Ja, ti që i qenë që i marim, qobani i merë qenëve nga një bukë.
Jo, më kupto. Jo buk, bujrum të shtëpia. Më kanë thënë, po unë nuk dua të humbas kohë se dua të shkoj dhe në një vende të tjera, por për mos më lëm bosh, ma ka dhënë vendos bukën me vete. Normal. E kupton? Më janë. Po, edhe në Bel. Do me thanë, unë me pajtimin e kemi lënë që do vim një ditë, do ngjitemi lart në Bjeshk. Dejmë te guri mëngjezit. Guri mëngjezit, pse quhet guri mëngjezit? Guri mëngjezit se di motra, po apo nga që lind dielli aty. Është Bjeshk e bukur. Do shkojmë Aty atje mund tash edhe 2 kg mish, 3, e di. edhe të pish ujë, do thush je unë. Nuk jam gopur. Po, e di. Do shkojmë, të kam dhënë ndafin edhe më ke dhënë ndafin. Po. Në Qershor, në Korrik kur dush, do shkojmë me makinë Bjeshkës. Ka stane aty poshtë gurit, do shikojmë stanet janë të Kosovës. Ka dhe të Kosovës këtu, a? Tregoj edhe kufirin e kam afër. Po. Ish kufiri Jugosllavisë. Tani e na vëzër bashkë, ketë, s'ka kufi. Ka stane me Bjeshkë, ka tufat maja, 1000 dele, 2000 dele. Pajtim, ka shumë këtu që mbajnë delet? Dele mbaj, Baktin, do me thënë. më shumë në Shishtavec mbaj unë. Okej. Jo në Shishtavec, po me të nderim në Kukës unë. Okej. Përveç, nuk e kapim qajen. Qaja mban, fshati fshat mban. Okej. Po Shishtavec unë. S'ka motra. Kam pas për para 2.000-3.000 lop, 6.000 dele Shishtaveci, 8.000 dele. Dele kam une, ka një shok një 200 dele, një ka 100, s'ka dele. Ketë nga 1 nga 2. Në mbajnë sa për veta? Nuk dojnë që tash gratë me dele, era premiar. Janë që në Angli. Janë mësuar ande, mo i prishi Anglia. Ja i prishin. Pondi u karën. Pondi i karën. Po si do e bëjnë tani? Mishi ka hip, për mu në knaqen pasha. Është i madh, vendosin që kapelen mbrap. Une kur fitoj leke ke kështu. Do me thënë, tani e kishe kështu, s'ke fituar lek. Po fitove, po, këtë mbrap. Jo, unë fitoj lek gjithmonë bismillah. Me bismillah do qesh në sabah. Edhe tirin në telefon. Njëni tot 2 kg gjatë, qetri tot 5 kg gjatë. Pa lek une, me dal pa lek, ndarshmi me lek. Bravo, bravo të qoftë. Për zotin, bravo Jam të i knaqur. Përveç kësaj, je njeri i mirë. Në zemër. Je fantastik të betohet. Unë e kam pas në kotë Enverit, kotë regjimit e Enver Hoxhës. Baban e kam pas sekretar biroje, kryetar kooperative. Zajin Beqa e kanë qytë. E din edhe Kuksi e kejtë. Kur nuk ka planuar që të bëhet të udhëzimi në kotë Enver Hoxhës, laku em ka thënë që nuk bëhet të udhëzimi. Jo, kanë thënë do komunista se do bëhet me 1 kg qumësh, do shkoj table. Qatë del 1 kg qumësh. Sot unë djath po, mish po, gjis po, ketë bio i kam. Të gjitha produktet. Shko ble, 2000 lek bën një lufra, ty s'din qa ke ble. E di. S'na nga smona aty sa. Jemi të mërzitur në këtë pjesë. Kemi shku në Karabak që të blem të marim bar. 2000 lek, atëre është barbari. 2000 lek, 1 kuntal bar. Që në ditën për 1 kuntal bar. Ja ku është maja Karabakut. Anej. Zemi o stap ke shqip. Bjeshka jo në shishtë. Shparica. Mere shkupin si sa shëron. Ushtari t'ja për mirun. Zemi stop. Zemi stop me shkip. Mere stapin me dele thuj. Zemi stap. Shëndet gjithë të mirat. Faleminderit. Po, me një super njeri, me një super zotri, me një super punëtor, që unë kam takuar në fshatin Shishtavec, pajtimin, e tash mënyra se si jemi takuar dje ka qënë tek kafja E Kadribalesh. e fshatit, edhe e kam parë direkt në sy se po pija rakita, nuk pi rakita, unë pita 10 Red Bull. Edhe kemi e lam që do vinim këtu të shifnim bakët ti që a i ka dhe e thotë me plot gojë që nuk më intereson të ikis as në Angli, as i vënd, sepse këtu të ardhurat i kam shumë të mira, njëri që është i lumtur dhe ka një familje të shëndosh. Do lodhem me gruan, me djalin, çobanin, por nuk lodhem ashtu. Kur të vinë dark, që lodhem, kam fituar. Buk e kam bio, gruanin tem, jo me ple kimik, mi hedh urejasen, ple fushki dele shplot, shkoj e brynë më dhi, bukaj, djadh, pasha. A të bën masazh gruaja në dark? Ja, mref, dark. Masazh njena të lodha me. Po e pra se masazh i bëhet Po, që të shplot. ne nuk dim masazh me bë. Po qa dini? Ja, vetëm muhabet edhe parla. Di, ti vëlejtë. A do ikim nga stani? Mos më rrim ma serios. Jo, a do ikim nga stani? Ku është stani? Ja, a do, qofse do. Pa tjene i pandelet këtu, qëfar ka atje? Jo, unë të thash se të dhash lapin. Po. Qofse do me marrë edhe stanin, shkojmë,
Unë mendoj që jo, Jo, në sepse ne i rregull. morëm Ti delet, kur të folëm vish, këtu, kur të kur të vish. vi pasaj që t'jemi në Bjeshk, Herë tjetër, kam premtuar edhe doja pajtim. Ka 15 qershori, Vinë edhe këto? 20 qershor, Shumë anglisht vinë. deri 20 qershor. Këtu është mrekulli. ashtu a? Mrekulli. Bjeshka me lule. Do të marrë numrin e telefonit dhe do Patjetër. flasim, do ta lejmë që unë qershor do jem këtu. Kalo këtu, Do flem kalo aty këtu. jashtë, a? Po, ku do thësh, mos më qo eret. Do flem në Bjeshk, aty do Kushtet ndezinësia. i kam? Me televizor, me internet. Nuk më intereson Jo, jo, televizori, krejt që kam interneti kushtet. nëse kam pamje Po, natyrën. normal, Dakor? normal. Ok. Ja kështu. Po e mbyll këtu këtë material. Unë e di që ju kam kënaqur dhe jeni me këto pamje që janë o zoti mat, relaksimi i mat i një truri të qetë. Me pajtim, çfarë do më thuash? Se vetëm unë fola mirë për ty, thaj dy fjalë të mira Edhe dhe ti une. për mua. Ha. Unë për Ledionën kam shumë respekt. Si familja, jo si familja, po edhe fshati, në çdo lokal që të shkosh, shikojmë gjithmonë Ledionën. S'na duhen lajmet në partia kështu, partia atë, më mi shikoj Ledionën se ka dalë në një Bjeshk, në një Bjeshk, shikoj se unë rri këtu, se kam mendjen as në Angli, as në Tiranë. Tiranën edhe Anglinë e kam qyshta vetën. Edhe e falenderoj shumë. Më ka dhënë vafin se do vi verës. Do shkojmë në Bjeshk. Faleminderit. Je fantastik. Faleminderit. Faleminderit.